Rama Misëgjej. Pashmangshëm, zoti Demakut, duat flasim për ditët historike, epopejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënien heroike të Adem Jasharit dhe familjes së tij. Çfarë janë këto ditë për Kosovën? Epopeja e Jasharajve për Kosovën është freskimi i nevojshëm i memorisë sonë në vazhdimsi për rrugtimin e vështirë dhe me plot sakrificat të mëdha që e kemi bërë si popull për të ardhur deri te liria. Unë kështu mendoj dhe gjatë këtyre ditëve çdo njeri do të reflektoj me përgjegjësinë më të lartë, sepse gjithçka që është krijuar është bërë me vërtetësi të mëdha, me vujtje, me gjak, me sakrificë dhe atë me përgjegjësi të lartë duhet ta mbrojmë, të dimë ta ruajmë dhe ta forcojmë. Keni qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që në fillet e para. Ku ishit atë ditë kur ndodhi gjithë kjo në Prekas, zoti Demaku? Qysh më kujtohet, ne kemi qenë në fshatin tim, në Abrit e Epërme bashkë me grupin ton ilegal në atë kohë, dhe një natë më përpara ka pasur lëvizje të mëdha të forcave serbe në gjithë territorin e Drenicës, po ashtu edhe në rajonin e Drenasit, ku një numër i popullsisë nga Afrika e madhe që ishte shkaktuar pas masakrës së madhe që kishte ndodhur vetëm 4 ditë më përpara, me 28 shkurt në Likoshan dhe Qerez, popullata në panik të madhe ka lëviz dhe ka ardhur një numër i madh i tyre në drejtim të fshatit tim në Abrit e Epërme, ku në fakt ne nga rrethonat të cilat u krijuan atë natë, po flas me 4 mars, si grup kemi vendosur të dalim haptazi që të bëjmë ato që të mundemi, që nëse do të ketë lëvizje të forcave serbe në drejtim tonin, të dalim dhe të mbrojmë të gjithë ata civil që kishim sy të gjithë rrugës për në fshatin ton nga Drenasi. Kur e kuptuat pra atë çfarë kishte ndodhur me 5 dhe 6-7 mars? Kur e kuptuat ju? Në fakt në fshatin në Abrit e Epërme? Është një largësi goxha e madhe në mes të Abris dhe Prekazit, dhe ne kemi dëgjuar krizmat e mëdha, ato gjujtjet e armëve të rënda, të artillerisë së rëndë, dhe në fakt forma e cila ishte jemi munduar të bimë në lidhje me grupet e tjera të cilat ishin, dhe sa më kujtohet mua, po flasëm në ditën e 5 marsit, njëri nga bashkëluftëtarët tonë, Muharrem Xhemali, ka kontaktu, nëse nuk gabohem, sepse atëherë është kontaktu me shifra, ndoshta me Recep Selimin, i cili ishte në territorin e Açareves, dhe ishte një komunikim që na tregoi se në të gjithë Drenicën ka orientim të madh të forcave serbe dhe se sulmi është i fokusuar më të madhe në drejtim të Prekazit, po në fakt ne nuk kishim ndonjë informacion më të sakt se kush po sulmoi edhe çfarë po ndodhte, nga situata në të cilën ndodheshim, nga rrethonat të cilat ishin të krijuara, ne ishim të orientuar, të qëndronim në pjesën tonë edhe të pozicionuar gjithherë duke pritur që do të kemi një mësyrje të forcave serbe në drejtimin tonë. Kështu ka qenë, mendoj që ashtu gjatë gjithë ditës kemi qenë edhe na në gjendje gatishmërie në pjesën tonë, sepse forcat serbe nga Feronikli që ishin pozicionuar dhe në afërsi të fshatrave që katovë lëviznin pandal me mjete të rënda, dhe ishte një situatë që më vonë nga rrethonat të cilat ose ngjarjet të cilat u zhvilluan, ne e kuptuam që ata kanë pas një strategji të madhe që me qëllim të mbajnë në tension të lartë të gjithë rajonin e Drenicës në një rrethim të hekurt, që të mos mund edhe ne në grupet e vogla që kemi qenë atëherë, që të grumbulloheshim e për t'ju kundërvijnë në një pikë të caktuar, por na kanë mbajtur në pikat e hapura që të ketë vëmendje të shpërndar në ato zhvillime që kanë ndodhur dramatike gjatë asaj kohe në Prekas. Dhe ju si grup, a keni pasur kontakte apo jo disa ditë më përpara me familjen Jashari, me Adem Jasharin?